Kryeministri Hristian Mickoski përjashton zgjedhjet e parakohshme parlamentare, thotë se politikisht janë në favor të tyre si parti, por jo dhe në favor të shtetit. Rritja e çmimeve derivateve të naftës ka rritur shitjen e tyre, thonë kryeministri dhe ministri i ekonomisë. Sipas tyre, shitja është rritur edhe për shkak të blerjes nga vendet fqinje. Mjeku nga Bërvenica vrau një të moshuar nga Ohri për t'i përveçuar pasurinë 1 milion euroshe. Rritet numri pacientëve nga Kosova që shërohen Maqedoninë e Veriut. Për 2 vjet mbi 1770 qytetarë të Kosovës kanë marrë shërbime shëndetësore në spitalet shtetërore. Të nderuar shikues, përshëndetje. Kryeministri Hristian Mickoski deklaroi se qeveria nuk e ka ndërmend të organizojë zgjedhjet parakohshme parlamentare këtë vit dhe se synimi mbetet cikli i rregullt zgjedhor në vitin 2028. Ai theksoi se qeveria është e përqendruar në proceset reformuese dhe në agjendën ndërkombëtare. Pavarësisht se në anketa është fitues kreu i VMRO DPMNE-s, Hristian Mickoski nuk i sheh si opsion zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Duke u përgjigjur pyetjes së televizionit Shenja, Mickoski tha se çdo politikan do të donte zgjedhje të parakohshme bazuar në ato rezultate, por zgjedhjet sipas kryeministrit nuk janë hap i mirë për shtetin. E thash që këtë vit nuk kemi ndërmend të kemi zgjedhjet parakohshme parlamentare. Qëllimi ynë janë zgjedhjet e rregullta në vitin 2028. Edhe pse politikisht është në favorin ton, pas një fitoreje bindëse në zgjedhjet lokale, të ketë edhe zgjedhjet parakohshme parlamentare, por nuk mendoj se kjo është një lëvizje shtetërore. Duhet të përkushtohemi ndaj reformave. Kryeministri pohoi se numrat e tillë dhe besimi i qytetarëve janë motiv shtesë për të dhe partinë e tij që të vazhdojë edhe më tutje, siç thot ai, punët e mira që i ka nisur me marrjen e mandatit. Numrat duhet vetëm të na motivojnë edhe më shumë për të punuar. Kjo përfaqëson një përgjegjësi edhe më të madhe, si për mua si kryetari i qeverisë, ashtu edhe për VMRO DPMNE si parti kryesore në kuadër të koalicionit qeveritar. Jemi parti serioze shtetformuese dhe ashtu sillemi edhe në qeveri. Unë, si njeri, do të bëj gjithçka që është në fuqinë time për të ofruar sa më shumë për qytetarët. Asnjëherë nuk kemi premtuar se do të bëjmë mrekulli. Kur jemi tek zgjedhjet e parakohshme parlamentare, kujtojmë se është Bashkimi Demokratik për Integrim, ai që një periudhë të gjatë ka insistuar në realizimin e tyre, megjithatë është refuzuar kategorikisht nga kryeministri, po edhe eksponent të tjerë të qeverisë. Kryeministri Mickoski tha gjithashtu se rritja e çmimeve të karburanteve nuk e ka ulur shitjen e tyre. Sipas tij, konsumi është rritur edhe për shkak të qytetarëve nga vendet fqinje. Kryeministri sërish e vlerësoi si masë pozitive uljen e TVSH-s nga 18% në 10%. Ai paralajmëroi masa të reja, përfshir mundësinë e uljes së akcizës. Rritja e çmimeve të derivateve të naftës nuk ka bërë që qytetarët të shfrytëzojnë makinat e tyre më pak, përkundrazi. Sipas kryeministrit, ngritja e çmimeve ka ngritur edhe konsumin e naftës në vendin ton. Kryeministri Hristian Mickoski deklaroi se rritja e konsumit të naftës mund të bazohet edhe në faktin se shumë qytetarë të shteteve fqinje shfrytëzojnë afërsinë dhe mbushin veturat e tyre me naftë në vendin ton për shkak të çmimit më të favorshëm. Nuk mund ta them për qytetarët e Maqedonisë nëse e kanë ulur përdorimin e veturave, sepse numri i madh i qytetarëve nga vendet fqinje furnizon me derivate nga vendi ynë dhe kjo rritje është tashmë e ndjeshme. Mund edhe të flasim për 200.000 litra në ditë, konsumi më i lartë se ç'ishte më parë. Është normale të kemi sfida, por për momentin mund të them se kemi gjendje stabile dhe nuk ka nevojë për kufizime dhe ndalesa shtesë. Uljen e TVSH-s nga 18 në 10% për derivatet e naftës, kryeministri e vlerësoi si hap të qelluar, por paralajmëroi se e njëjta është në fuqi vetëm edhe një javë dhe më pastaj paralajmëroi edhe masa të reja, duke mos përjashtuar edhe uljen e akcizës. Ulja e TVSH-s në mënyrë direkte prodhon efekt pozitiv. Kur të analizohet çmimi nga java e kaluar, mund edhe të kemi ulje të çmimeve të benzinës dhe dizelit, që pres të jetë ose me çmim të njëjtë, ose eventualisht gjysmë denari më i shtrejtë. Masa jone jep efektin e saj brenda 2 javëve. Më pastaj do të shohim se si do të jenë çmimet në tregjet globale dhe do të vendosim.
Ndonse kryeministri dhe ministrat vlerësojnë si pozitive masat për çmimet e derivateve, të njëjtat janë kritikuar në masë të madhe nga opozita, e cila masat e qeverisë i vlerëson si jo efikase dhe të vonuara. Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi tha se ulja e TVSH ka ndikuar pozitivisht në çmimet e karburanteve, të cilat mbeten më të ulta se në vendet e rajonit dhe ka rritur kërkesën nga shtetet fqinje. Ai shtoi se inflacioni është stabilizuar dhe qytetarët mbrohen nga rritjet e çmimeve. Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi deklaroi se masa e qeverisë për uljen e TVSH-s për derivatet e naftës ka qenë në kohën e duhur dhe jo e vonuar. I ftuar në emisionin Debat në Shenja, Durmishi tha se çmimet e karburanteve në Republikën e Maqedonisë së Veriut mbeten më të ulta krahasuar me vendet e rajonit, ndaj dhe thotë se ka edhe 9% rritje të kërkesës për naftë nga vendet e rajonit. Detyrimi, domethënë, i yni që ishte si qeveri që të ndjekim situatën dhe kur të jetë nevoja të reagojmë. Jo, ishte reagim në kohë. Vendet e rajonit e kanë edhe çmimin e naftës më të lartë se sa vendi jonë. E dini që domethënë i kam numrat tu para vetes, benzina euro 95 shitet për rreth 1.4 deri 1.5 euro për litër, ndërsa dizeli për rreth 1.5 deri në 1.55 për litër, që është më i ulti se sa çmimet e vendeve të rajonit. Në Serbi benzina varion prej 1.5 deri 1.8, po ashtu në Rumani 1.8 deri në 2 euro, Shqipëri është rreth 2 euro, në Kroaci është prej 1.55 deri në 2 euro, domethënë kemi çmimin më të ulët të derivateve të naftës, kemi edhe 9% rritje për të kërkesës për naftë nga vendet e rajonit, për arsye që ka qenë çmimi më i ulët. Sa u përket rritjes së çmimeve të pemëve dhe perimeve, ai thotë se lidhet kryesisht me karakterin sezonal të këtyre produkteve. Sipas tij, stabilizimi i çmimeve pritet të ndodhë kur në treg të dominojnë prodhimet e bujqëve vendas. Megjithatë, Durmishi vlerëson se qeveria ka arritur të stabilizojë inflacion brenda një periudhe prej një viti e gjysmë, pavarësisht sfidave globale. Për një vit e gjysmë sa jemi në qeveri, kemi arritur që të stabilizojmë ekonominë dhe të krijojmë infrastrukturë dhe kushte për zhvillimin e saj në muajt në vazhdim. Në vitin 2020 deri në vitin 2024, domethënë qeveria ka qenë me një inflacion deri në 90%. Lufta në Ukrainë edhe tani është ende duke u zhvilluar, po ashtu kemi edhe luftë që mund të merr për masa globale dhe krizë edhe më e thellë globale, dhe kemi arritur që për një vit e gjysmë të stabilizojmë inflacionin që nënkupton qytetarët të kenë mbrojtje të standardit jetësor të. Ndërkaq, sa i përket pjesës politike, kryesisht asaj se a vazhdojnë që Arben Fetai dhe Fatmir Limani të jenë pjesë e Vlenit, ai e pohoi këtë duke shtuar se të paktën vazhdojnë të jenë pjesë e këtij koalicioni deri në marrjen e një vendimi tjetër nga vetë ata. Anesteziologu Zharko Grozdanovski nga Brvenica dyshohet se e ka vrarë Klime Mitreski nga Ohri për përfituar një pasuri mbi 1 milion euro pas një marrëveshjeje për përkujdesje të përjetshme. Ai ishte zotuar të kujdesej për viktimën në këmbim të trashëgimisë që përfshinte një pronë në qendrën e vjetër të qytetit. Sipas dyshimeve, ai ka përshpejtuar vdekjen e Mitrevskit për të marrë më shpejt pasurinë. Autori është arrestuar dhe akuzohet për vrasje. Anesteziologu Zharko Grozdanovski nga komuna Brvenic, i punësuar në Spitalin Klinik të Tetovës, dyshohet se e ka vrarë 76 vjeçarin Klime Mitreski për shkak të një pasurie me vlerë mbi 1 milion euro në pjesën e vjetër të Ohrit, pas një marrëveshjeje të mëparshme për përkujdesje të përjetshme. Sektori i punove të brendshme Ohr e zbardhi vrasjen e Mitrevskit, i cili ishte pronari i lokalit Klimentov Konak. Autori është identifikuar dhe arrestuar menjëherë pas kryerjes së krimit, njoftuar nga MPV. Sipas informacioneve të pakonfirmuara, Grozdanovski dhe Mitrevski më parë kishin lidhur një kontratë për përkujdesje të përjetshme, me të cilën Grozdanovski ishte zotuar të kujdesej dhe ta mirëmbante Mitrevskin në këmbim të trashëgimisë. Trashëgimia që anesteziologu Zharko Grozdanovski synonte ta përvetësonte përbëhej nga një pronë e patundshme në pjesën e vjetër të qytetit të Ohrit, me vlerë të vlerësuar mbi 1 milion euro. Jo zyrtarisht, i akuzuari e ka
për shpejtuar vdekjen e viktimës me vetëdije për ta marrë më shpejt kontrollin mbi pasurinë. Grozdanovski është akuzuar zyrtarisht për vrasje të kryer nga përfitimi material. Hetimet vazhdojnë dhe rasti i është dorëzuar edhe prokurorisë publike, njoftojnë nga MPB. LSDM përmes sekretarit përgjithshëm Aleksandar Sasha Dimitrijević ka filluar akuzat për shefin e ri të prokurorisë publike Nenad Savecki. Sipas LSDM-s, skandaloz është vendimi i Saveskit për të propozuar Jasmina Kosteska Zdraveska si shefet prokurorisë së lartë publike dhe kjo sipas LSDM-s është dëshmi se institucionet po rikthehen nën kontroll partijak sipas modelit të skaluarës. Dimitrijević deklaroi se emri i Kosteska Zdraveska përmendet në bisedat e njohura si bombat në komunikimin me Sashëm Jalkovin dhe Gordana Jankulovska, ku ajo ishte cilësuar si e tyre, ndërsa bashkëshorti i saj kishte qenë pjesë e procesit të lustrimit të Slavko Janevski. Еве како почнува мандатот на новиот обвинител. Ja, kështu fillon mandati i prokurorit të ri, sipas modelit të Nikola Gruevskit, me gjyqtar dhe prokuror të dakorduar nga fletorja që qytetarët e mbajnë mend mirë, a është kjo vendimarrje e pavarur e Savevskit apo një detyrë dhënë nga Hristian Mickoski? Gjatë viteve 2024-25, gjithsej 1772 shtetas të Kosovës kanë marrë shërbime shëndetësore në klinikat shtetërore të Maqedonisë Veriut. Ata kanë kërkuar trajtime në fusha të ndryshme, më shumë në diagnostik laboratorike, ginekologji, kirurgji dhe kardiologji. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë, ky interes tregon besimin e pacientëve ndaj sistemit shëndetësor në vendin tonë. Ndërkohë, një strategji e paralajmëruar për barazimin e çmimeve për pacientët nga Kosova ende nuk është zbatuar. Shumë shtetas të Republikës së Kosovës në Maqedoni të Veriut nuk udhtojnë vetëm për shopping në qendra tregtare, numri i madh i tyre në vendin ton vijnë edhe për të marrë shërbime shëndetësore. Nga Ministria e Shëndetësisë për televizionin Shenja kanë zbuluar se për vitin kalendarik 2024-2025, 1772 shtetas të Republikës së Kosovës kanë marrë shërbime shëndetësore në klinikat shtetërore të vendit. Gjatë vitit 2024 në Shkup shërbime shëndetësore kanë marrë 991 shtetas të Republikës së Kosovës, ndërsa në vitin 2025 781 shtetas të Republikës së Kosovës, përgjithsesi janë 1772. Xhenet Veliu nga Ministria ka njoftuar se shërbimet e kërkuara nga shtetasit e Kosovës janë të fushave të ndryshme shëndetësore. Këta pacientë përdorin shërbime shëndetësore nga shumë fusha, por më shpesh janë laboratorike diagnostikuese, ginekologji, veprimtari kirurgjikale, pulmologji, kardiologji, hematologji, urologji, pediatri, nefrologji, neurokirurgji, si dhe në fusha të tjera specialistika. Institucionet shëndetësore në Shkup ofrojnë një gamë të gjerë shërbimesh specialistika. Sipas saj, kjo është tregues për besimin që pacientët kanë në institucionet shëndetësore në vendin ton. Kujtojmë se gjatë kohës sa ishte ministër, Arben Taravari pati paralajmëruar strategji përmes të cilës shtetasit e Republikës së Kosovës do të paguani shërbime shëndetësore, sikurse pacientët e vendit pa asnjë dallim. Megjithatë, e njëjta ka mbetur vetëm si premtim, sepse nuk dihet ku është si procedurë. Mbi pesha po shndrohet në një problem serioz shëndetësor në vend me një prevalencë prej 30 deri 35%. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu tha se obeziteti është një sëmundje kronike e lidhur me mbi 200 pasoja, përfshirë sëmundjet kardiovaskulare dhe diabetin e tipit 2. Ai nënvizoi se përballja me këtë fenomen kërkon një përgjigje multisektoriale dhe rritje të vetdijes publike. Është veçanërisht e rëndësishme funksionimi i qendrave për trajtimin e obezitetit në klinikën e endokrinologjisë dhe në spitalin tetshtatori. Këtë javë në spitalin Ohrid është hapur qendra e parë për menaxhimin e obezitetit në rajonin Jug Perëndimor. Bëhet fjalë për një sëmundje serioze kronike e lidhur me mbi 200 komorbiditete, përfshirë sëmundjet kardiovaskulare, diabetin e tipit 2 dhe gjendje të tjera. Për këtë arsye, është veçanërisht e rëndësishme një përgjigje multisektoriale dhe ngritje vetdijes publike për këtë sfidë globale, theksoi ministri Aliu në fjalimin e tij në simpoziumin profesional të organizuar nga Shoqata Shkencore për Obezitetin, OBEM.
Vazhdojmë me lajmet. Ekspozita që ndërton të kujtimin e luftës dhe të rënëve është hequr sot pas reagimeve nga publiku. Kryetari i Prishtinës Përparim Rama ka kërkuar përgjegjësi politike dhe institucionale nga Kuvendi i Kosovës pasi këtat fundit kanë miratuar dhe financuar ekspozitën për masakrat të realizuar nga organizatat Admover dhe Integra. Rama në një reagim në profilin e tij ka thënë se një ekspozite e tillë me përmbajtje skandaloze fyen dinjitetin e qytetarëve dhe kujtesën kolektive të qytetarëve të Kosovës. Kërkojmë përgjegjësi politike dhe institucionale nga Kuvendi i Kosovës për miratimin dhe financimin e një përmbajtjeje të tillë skandaloze që përdhos dinjitetin e qytetarëve dhe fyen kujtesën kolektive të popullit tonë, ka shkruar Rama. Ndërkaq, ish kandidati për deputet i AK-s Arton Demhasaj ka thënë se dorëheqja e kryetarës Kuvendit Albolena Haxhiu është më e pakta që mund të ndodhë pas skandalit me ekspozitën e Shkëlzen Gashit. Dorëheqja është minimumi moral për ta shpërlar këtë maskarallëk, ka shkruar Demhasaj. Qeveria franceze ka nisur një plan emergjent mbështetje për 70 milion eurosh për të mbrojtur sektorët kyç nga një krizë paqëndrueshmërisë të çmimeve e shkaktuar nga lufta në lindjen e mesme. Paketa synon transportin, bujqësinë dhe peshkimin dhe zyrtarët e konsiderojnë thelbësore për mbrojtjen e sovranitetit ushqimor dhe funksionimin normal të ekonomisë. Sipas masave, ndërmarrjet e vogla dhe të mesme të transportit rrugor do të marrin 50 milion euro ndihmë apo 0,20 euro për litër. Fermerët përjashtohen nga taksat për naftën bujqësore për një muaj, ndërsa sektori peshkimit përfiton 5 milion euro për të kompenzuar kostot e karburantit që përbëjnë 35% të shpenzimeve. Po ashtu qeveria ofron mbështetje financiare për bizneset në vështirësi, përfshirë shtyrjen e pagesave të taksave dhe sigurimeve shoqërore, si dhe kredi deri në 50.000 euro për bizneset më të vogla. Masat janë të kufizuara për muajin prill 2026, ndërkohë tensionet në lindjen e mesme vazhdojnë. Shoqëria dhe Izraeli kanë kryer ofenziva ajrore ndaj Iranit duke shkaktuar mbi 1340 viktima, ndërsa Irani ka kundërpërgjigjur me sulme me dronë dhe raketa. Ndërprerja e trafikut në ngushtisjen e Hormuzit ka rritur çmimet globale të naftës dhe kostot e transportit. Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan ka deklaruar se sulmet e paligjshme ndaj Iranit po e shtyn rajonin drejt të pragut të një lufte më të gjerë, të nxitura nga përshkallëzimi i pandërprer izraelit. Fidan tha se refuzojnë çdo skenar që i tërheq vendet rajonale në një konflikt shkatrues. Veprimet iraniane që prekin vendet e gjirit mbartin pikërisht këtë rrezik. Të jemi të qartë, kjo mund të jetë lufta e zgjedhur e Izraelit, por e gjithë bota po paguan çmimin, tha Fidan. E theksoi se teksa konflikti po zgjatet, ndërligimet gjeopolitike dhe ekonomike shumë fishohen me një ritëm alarmues, duke shtuar se që nga dita e parë Turqia ka kundërshtuar këtë trajektore të rrezikshme. Kjo është një lufte ndërtuar për mbijetesën politike të Netanyahut, por barra e saj, për fat të keq, bie mbi pjesën tjetër të botës, tha Fidan, duke paralajmëruar se kriza mund të lërë pasojat qëndrueshme jo vetëm në qytete, por edhe në mendjet dhe zemrat e popujve të rajonit. E theksoi se ekziston vetëm një rrugdalje e mundshme për ne dhe ajo është diplomacia. Ky diplomati turk paralajmëroi se teksa ndiqet paqja, udhëheqja e Turqisë nuk duhet të lejojë që qëndrimi ekstrem i Netanyahut të pengojë diplomacinë, duke theksuar se ky kaos i ndërtuar synon t'i mbajë vendet e rajonit të dobta, të përçara dhe të cenueshme. Ushtria amerikane ka lëshuar më shumë se 850 raketa lundruese Tomahawk gjatë 4 javëve të konfliktit me Iranin, duke paksuar ndjeshëm rezervat armëve të drejtuara me precizitet dhe duke ngritur shqetësimet tek disa zyrtarë Pentagonit. Siç raporton Washington Post, raketat Tomahawk të lëshuara nga anije dhe nëndetse kanë qenë thelbësore për operacionet amerikane që nga lufta e gjirit. Megjithatë, prodhimi i kufizuar vjetor prej disa qindra njësi ka rritur shqetësimet për nivelin e rezervave të cilat Pentagoni nuk i bën publike. Ndërkaq, zëdhënësi i Pentagonit Sean Parnell thanë se ushtria amerikane ka gjithçka që i nevojitet për të kryer çdo mision në kohën dhe vendin që zgjedh presidenti dhe në çdo afat kohor. Mark Kancian nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare tha se përdorimi mbi
800 raketave Tomahawk në Iran mund të përfaqësojë rreth 1/4 e rezervës totale, duke krijuar boshllëqe të mundshme për konflikte në paqësorin perëndimor. Instituti i tij vlerëson se Marina amerikane kishte rreth 3100 raketa Tomahawk në fillim të luftës. Nesër kthehet në funksionim ora verore ku akrepat zhvendosin 60 minuta përpara. Diela e fundit të muajit mars shënon kalimin në orën verore, një moment kur akrepat orës zhvendosen një orë përpara. Ndryshimi ndodh në orën 2:00 të mëngjesit të 29 marsit, kur ora kalon menjëherë në 3. Ky ndryshim sjell edhe zgjatjen e orëve me dritë natyrore gjatë ditës dhe më pak orë në errësirë. Ky rregull është në fuqi në të gjithë Evropën që prej vitit 1981, ku është vendosur që akrepat të lëvizin 60 minuta përpara në pranverë dhe të kthehen një orë pas në vijeshт. Sipas normave europiane, këto ndryshime ndodhin në mënyrë të qëndrueshme, të dielën e fundit të marsit për orën verore dhe të dielën e fundit të tetorit për orën dimërore. Qëllimi i këtij ndryshimi është kursimi i energjisë elektrike dhe shfrytëzimi më i madh i dritës natyrore, duke përshtatur më mirë aktivitetet e përditshme me ritmin e diellit. Këtu do ndahemi nga ju të nderuar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.